dashni nuk patëm fat, pse shumë Rikthehet me një energji pozitive si çdi të bëj veç ajo. Bëhet fjalë për Donjeta Morina. Projektet e reja i ka shumë të shpeshta e madje dhe tekstet po i shkruan vetë. Për arsye që jem shumë vonë studio shumicën e rasteve, zgjona pak ma vonë, dita ime nis në 12. Mas nej bëj çka kam me bari me familjes, shkojnë studio, mas nej shkojnë palestër. Me qenë se është përmendur studio, ajo thekson se rëndësi të veçantë për krijimtarinë e një artiste ka dhe bashkëpunimi mirë me kolegët, që kështu me ta e ndan një pjesë të madhe të ditës. Kom punu me Binin, me kompaninë Diaz Music, që e falenderoj shumë, gjithçka që jam këtu domethënë është puna e tyre. Por pse pikërisht në këtë label a ka pasur oferta të tjera ajo? Ka pas edhe label ndryshëm që më kanë kërku me kanë pjesë të tyre, por e kom kërku domethënë para se më shku, e kom pa edhe kemi pas rastin më njoftu, kom shku në studio, kom pa çka punon, çfarë personi është, edhe domethënë nuk e kom ra pishman, është punon shumë edhe domethënë puna shihet për suksesin tim. E një mbështetje e madhe si për çdo person është familja. Për në Zoom Donjeta ua dedikon këtë mesazh që duhet patjetër ta dëgjoni. E falenderoj familjen që më kanë përkrahur deri sot, edhe normal që reagimet e tyre janë shumë mira për arsye se e din që është diçka që kom dash gjithë jetën, edhe normal që kënaqen kur më shohin tu kënaq me çato që e du. Çka ka tre në karrierën e Donjetës? Çdo ditë jem të punoj në studio, kem shumë projekte që kanë marrë shumë shpejt, por nuk kem diçka konkrete, kurdo që ka, besoj që keni me marrë vesh shumë shpejt. A na premtoj? Po. Kalojmë tani tek blic pyetjet e në Zoom, për ta parë se sa është e aftë Donjeta të përgjigjet në pak sekonda. Për muzikë të mirë. Kënga e radhës ka me qenë Salla, besoj si çdo këngë tjetër mendoj me cilë ma ndryshe, pak para vjerës do ketë edhe një bashkëpunim me dikën. Secili njeri është i veçantë në mënyrën e vet, por besoj që ngjyra e zonit është diçka më e veçantë se tjerët. Ka qenë veç titulli me në madhe, mos ta keq kuptojnë. Nuk jam shumë e thjesht. Ata që më njohin e din, jam shumë e thjesht, shumë e afërt me njerëz. Të gjitha më pëlqejnë, por më shumë që më flejnë besoj që janë edhe baladat. Përderisa i shoh edhe reagimet e njerëzve që i pëlqen më shumë kur punoj balada dhe më shumë komente të mira kam. Më kujtohet në një konkret, po çdo ditë marr mesazhe shumë të mira që domethënë më bojnë me vazhdu tutje. Ata janë që më bojnë me vazhdu domethënë. Ishte kënaqësi me ty Albin, edhe e falenderoj gjithë ata që po na ndjekin, edhe ju uroj një natë të mirë.